Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër ka dhënë detaje të reja për ngjarjet e ndodhura gjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Shkodrës, ku në vim të aksidentit të ndodhur mbrëmjen e djeshme në aksin rrugor Kosmaqe Vau Idejës, policia bën me dije se ka nisur procedimi penal ndaj një tmitër i 17 vjeçar. Njeriu dyshohet se duke drejtuar një automjet pa leje drejtimi, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një mur rrethues. Si pasojë janë plagosur vetë drejtuesi, i cili ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë, dhe vëllai i tij 23 vjeçar, i cili po merr ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Shkodrës. Ndërkohë janë shënuar edhe 2 aksidente të tjera rrugore. Një 61 vjeçar nga fshati Rjoll është arrestuar nga policia pasi u kap duke drejtuar mjetin në gjendje dehur dhe u përfshi në një aksident me dëme të lehta materiale. Po ashtu ndaj një 30 vjeçares nga Shkodra është nisur procedim penal pasi humbi kontrollin e motomjetit dhe u përplas me një mur. Nga përplasja mbetën të lënduar ajo vetë dhe pasagerja 24 vjeçare. Në Vaun e Idejës është ndalur një 39 vjeçar i dënuar me parë me 9 muaj burg për veprën penale të mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Ndërkohë në Velipoj ndaj një 37 vjeçarit ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë pasi u kap duke kryer punime ndërtimi pa leje, ndërsa një tjetër ngjarje është shënuar mëngjesin e sotëm rreth orës 7:30 minuta, ku një 30 vjeçar është paraqitur në spitalin rajonal të Shkodrës me plagë nga armë zjarri. Dyshohet se njeriu është vetë plagosur. Policia dhe grupi hetimor kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë sekuestruar armën e dyshuar të krimit, një automatik. Vijon puna për dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.